Martesa është gjysma e fesë. Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull e femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit. Surjatariat 49. Kështu që ju po martoheni, ju përgëzojmë. Zoti ju begatofti juve dhe të zgjedhurin tuaj me jetë të gjatë dhe të lumtur. Të lësh vajzërin pas vetes dhe të bëhesh bashkëshorte, nëse kemi parasysh Islamin, është hapi më i rëndësishëm, të cilin krijesa njerëzore do ta kishte bërë në interes të mirave dhe lumturisë personale. Martesa është aq hapi i rëndësishëm, saqë i dërguari ynë fisnik sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar si gjysma e fesë. Ai që është martuar ka plotësuar gjysmën e fesë së tij. Andaj le të ketë frikë Allahun për pjesën tjetër të mbetur. Nevojitet vetëm të hapni sytë dhe veshët dhe të mendoni mbi martesat e njerëzve, të cilët i njihni në rrethin e familjes tuaj, miqve dhe të njohurve, që të përfundoni se me të vërtetë është ashtu. Nëse martesa juaj është e lumtur dhe e suksesshme, atëherë pa marrë parasysh shqetësimet që mund t'ju gjejnë, pa marrë parasysh vështirësitë në të cilat do të hasni në rrugën tuaj të jetës, pa marrë parasysh sëmundjet dhe rrethanat e padëshiruara, çdo herë do t'i prisni ata sikur të keni pas shpinë një fortesë të sigurt dhe në brendësinë e së cilës do të mund edhe për pak kohë të lini anash të gjitha streset dhe frikën dhe të jeni e dashur nga dikush. Por martesa është vendi më i kërkuar i testimit të fesë. I dërguari fisnik sallallahu alaihi wasallam nuk ka pohuar kot se martesa është gjysma e besimit. Kur dy vetmeve të dije të pastër tentojnë që martesën dhe familjen e tyre t'i udhëzojnë sipas dëshirës së Zotit, ata me të vërtetë kanë filluar rrugën për në xhennet. Nga se ajo që nxit bën martesën është dashuria, jo lloji naiv sentimental i ëndrave romantike, por ai lloji dashurisë që përvjell krahët dhe përballet me problemet. Dashuria e cila qëndron pas teje dhe kur të gjithë janë kundër teje dhe fillojnë të flasin keq për ty, ndërsa ti beson se partneri yt, që të njeh më mirë se të tjerët, do të arsyetoj dhe do të dalë në mbrojtjen tënde. Ti ngëllon shumë mirë për të qenë e vërtet. Ju që jeni rritur në rrethana fatkeqe, në familje të tronditura nga frustracionet dhe depresioni, ku të moshuarit kanë qenë të zemruar, cinik dhe tepër autoritar, ndoshta jeni pyetur, a është e mundur të keni një lidhje aq të lumtur dashurie me një qenie tjetër njerëzore? Me mëshirën e Zotit është e mundur. Dhe kjo është ajo që Allahu dëshiron për ju kur kërkon të praktikoni Islamin, i cili do të thotë ti dorëzohesh mëshirës së tij. Por martesa e lumtur thjesht nuk është formuar në qiell. Ajo nuk bëhet rastësisht, kur hyni në një kopësht të bukur dhe kur t'ju mahnis bolloku dhe bukuria e luleve, rregullimi konqiz i gardheve dhe sipërfaqes së barit, mungesa insekteve sulmuese. Në asnjë mënyrë nuk ju shkon ndërmend as për momentin se e tërë është bërë rastësisht. Menjëherë kuptoni se këtë kopësht e ka rregulluar personi apo persona që e duan kopshtarin dhe të cilët kanë qenë të vendosur që pa marrë parasysh problemet që do të paraqiten, të bëjnë diçka jashtëzakonisht të bukur dhe ngazëlluese. Duhet të jeni në gjendje që në kokën tuaj të imagjinoni llojin e kopshtit apo martesës, të cilën do ta kishit dëshiruar, kur vetëm do të ishit të gatshëm të punonit në këtë drejtim. Nëse gjërat të rrjedhin paksa më ndryshe nga ajo që keni pritur, kjo nuk do të ishte e rëndësishme madhe, nëse e keni planin korniz i cili ju çon në drejtimin e drejtë, dhe çdo sendi parashikuar do të vihet në shërbim të realizimit të qëllimit të caktuar. Të vazhdoj me pamjen e kopshtit. Duhet të jeni në gjendje të njihni farën që po e mbillni dhe të largoni farat e bimbe që nuk i doni, përpara se ato të fillojnë të bëjnë probleme. Le të zhvillohet fara në lule të këndshme, sepse barishtet e tjera të dëmshme, për shembull, mushllindza, hardhia, kacavjeri na nëmban dhe ngulfat gjithçka, derisa kopshti nuk shkatrohet. Duhet të jeni të kujdesshëm që kopshtin tuaj mos ta sulmojnë insektet, të cilat edhe pse pohojnë se kanë të drejtë jetese, jetojnë në llogaritë tuaj dhe shkatrojnë atë që ju keni mbjedhur. Duhet të kujdeseni për motin dhe, kur nuk do të ketë shi të mjaftueshëm, duhet vetëm të siguroni ujë për ujitjen e kopshtit që të pengoni tharjen e tij. Gjatë acirave të mëdha, mundesh të shndërrohesh në ropë të vërtet, por ju e dini se pa atë, kopshti juaj mund të thahet dhe do të vdes. Juve ju mbetet që të zgjidhni se a do e mirëmbani në jetë. Të gjithë muslimanët e devotshëm duhet ta kenë këtë në mendje. Në rast se mendojnë se Zoti u ka dhënë martesën si diçka ku ata do të mund të rrinë duar kryq, vetëm të shikojnë se si rriten lulet. Zoti njerëzve asnjëherë nuk u jep atë privilegj. Nëse dëshiron të kënaqet, duhet punoj për atë.
duhet meritoj dhe të vlerësoj të drejtën që u takon.